Nxithet sipas Lukës kapitulli 10 vargjet 1 deri në 16 do lexojmë sot. Pas këtyre Zoti caktoi 70 të tjerë dhe I nisi 2 nga 2 përpara atij në çdo qytet dhe vend ku ai do të shkonte. U thoshte atyre, pra, të korrat janë të mëdha kurse punëtorët janë pak. Lutuni pra Zotit të korrave që të çojë punëtor në të korrat e tij. Shkoni, ja unë ju dërgoj si qengja në mes të ujqërve. Mos merrni me vete as kulet, as trast, as sandale, dhe mos përshëndeti asnjëri rrugës. Në cilin do shtëpi që të hyni, më përpara thoni paqe kësaj shtëpie. Dhe nëse aty është aty një bir I paqes, paqja juaj do të zbresë mbi të. Nëse jo, do të kthehet te ju. Rrini pra në atë shtëpi, hani dhe pini ato që ju japin, sepse punëtori është I denjë për shpërblimin e vet. Mos kaloni nga një shtëpi në një tjetër. Dhe në çdo qytet ku të hyni dhe ju pranojnë, hani çfarë do që t'ju vjen përpara. Dhe shëroni të sëmurë që do të jenë në të. Dhe u thoni atyre, mbretëria e Perëndis ju është afruar. Por në çdo qytet ku të hyni dhe nuk ju pranojnë, dilni në rrugët e tij dhe thoni: ne po shkundim kundër jush edhe pluhurin e qytetit tuaj që na u ngjit, por ta dini se mbretëria ju është afruar. Por unë ju them se në atë ditë për Sodomën do të jetë më lehtë se në atë qytet. Mirë ti Korizan, mirë ti Betsaida, sepse po të ishin bërë në Tirën si don mrekullitë që u bën te ju, ata prej kohësh do të kishin bërë pëndes duke u veshur me thas e duke u ulur në hi. Prandaj, në ditën e gjyqit për Tirën dhe Sidonin, do të jetë më lehtë se për ju. Dhe ti Kapernaum që u lartësove deri në qiell, do të fundosësh deri në ferr. Kush ju dëgjon juve, më dëgjon mua. Kush ju përbuz juve, më përbuz mua. Dhe kush më përbuz mua, përbuz atë që më ka dërguar. Kjo është fjala e Zotit për ne sot. Le ta presim si tillë. Ajo jo vetëm që është e frymëzuar dhe e pagabueshme, por gjithashtu e mjaftueshme për ne sot. Tema që do shohim sot është dërgimi I 70-ve. Herën tjetër pam që Jezusi qarta si e ngriti shikimin, ose e ngriu, ose e fiksoi shikimin, apo e ndau mendjen që të shkojë në Jeruzalem për të vdekur dhe ringjallur dhe me këtë atë këshlyrje apo shpengues ai do të fitojë një popull për veten e tij, apo dishepujt e tij. Por ndërsa shkon atje për të bërë shlyrjen për ta, ai është rrugës pra bashkë me ta, dhe ai don që ti përgatis, si shtam herën tjetër, jo vetëm të fitoj dishepujt, por të bëj dishepujt vërtet. Po I përgatit ata për të qenë dishepujt vërtet. Ndaj paragrafi I parë që pam herën tjetër, fliste për pritshmëritë, apo si dishepujt duhet të ishin të përgatitur të durojnë armiqësitë dhe mos pranimin e botës. Mani mend që ata shkuan, Jezusi hyrë në një fshat samaritan dhe ata nuk e pranuan. Mani mend, pra duhet përgatitur dishepujt për mos pranimin e botës, por jo me armiqësi. Nuk duhet të kthehej me armiqësi, por me mëshirë nga ana e tyre, tham. Gjithashtu të bëheshin gati për vështirësitë apo për vuajtjet, dhe të jenë të gatshëm gjithmonë që të ndjekin Jezusin. Nëse më herët pra sipër ai ju ka dhënë qëndrimin, ju ka folur për qëndrimin e zemrës, për çfarë pritshmëritë apo karakteristikat e dishepullit vërtet, tani Jezusi do të përshkruajë se çfarë praktikisht do të bëj në shërbesin e tij një dishepull I vërtet, kur ai e dërgon atë pra për të bërë shërbes në terren, në mision. Ai u tregon atyre nevojën e madhe për mision, përshkruan misionarin dhe sjelljen e tij në këtë pasazh. Gjithashtu rolin apo edhe privilegjin e misionarit apo personit pra të dërguar e dishepujve të tij. Në pjesën e parë do të shohim misionin apo nevojën e madhe në vargjet 1 dhe 2. Pra pasi foli për pritshmëri dhe karakteristikat e një dishepulli, ai cakton 70 të tjerë, vini re përveç 12, më përpara tek kapitulli 9 kemi parë ku ai dërgoi në një mision afërshkurt të 12 dishepujt e tij.
Tani ai dërgon 70 dishepuj tjerë përveç atyre pra. Ata shkojnë përpara tij në çdo qytet. Vini re, i dërgon dyshe, pra 2 nga 2, për të shkuar apo për të kaluar përpara tij në qytetet apo në fshatrat, në vendet ku ai do të kalonte, për të përgatitur ardhin apo kalimin e Jezusit atje. Tani ne nuk i dim emrat e tyre. Luka dhe Perëndia Shpirti i Shenjtë nuk na ka treguar emrat e 70 apo 72 dishepuj. Disa përkthime dorëshkrime kanë 72 dishepuj, 70 apo 72, por nuk na tregon emrat e tyre apo historitë e tyre apo detajet, kush prej tyre u pranuan në shtëpi, kush prej tyre nuk u pranuan në shtëpi, kush prej tyre shëroi, kush prej tyre diçka tillë. Por na jep parime dhe gjëra shumë të rëndësishme që mund të mësojmë përmes kësaj. Tani disa, siç thash, disa dorëshkrime kanë, ne shohim aty 70 dishepuj, disa kanë 72 dishepuj, por pyetja është pse 70? Pse jo 100? Pse jo 60? Pse jo 40? Pse jo 120? Pse ky numër? Tani studiuesit që i bajnë këtij pasazhi dhe studiuesit dhe teologët thonë që ky numër patjetër përmban një simbolik dhe jo më kot Perëndia ka vendosur këtë numër 70. Ka një simbolik për të përcjellë ky numër, pra simbolizon kombet apo botën që në pikpamjen e hebrejve, pra bazuar tek Zanafilla 10, po të shikoni Zanafillën 10, nuk do ta shohim tani, por nëse keni dëshirë për ta lexuar, atje paraqiten 3 djemt e Jobit, që janë mas përmbytjes pra, që është Semi, Kami dhe si janë emrat e tij, të shohim se i harrova. Jafetit, bravo, Noeut mas përmbytjes. Dhe po ti lexojmë atje thot pasardhësit e Jafetit, pasardhësit e Kamit dhe pasardhësit e Semit. Pra janë 3 djemt që mas përmbytjes së Noeut thot emrat e tyre. Tani po të lexojmë vargun 32 atje, thot këto janë familjet e bijve të Noeut. Pra këto janë familjet që kanë dalë nga Noeu mas përmbytjes. Pra pasardhësit e Jafetit, Kamit dhe Semit, sipas brezave të tyre, në kombet e tyre, vini re çfarë thot, në kombet e tyre dhe prej tyre treve dolën kombet që u shpërndan në gjithë tokën pas përmbytjes. Dhe po ti numërosh emrat, ai janë 70 emra pasardhës, pra që përfaqësojnë apo simbolizojnë gjithë pasardhjen që doli pas përmbytjes, pra shpëtuan 3 djemt dhe pastaj prej tyre u mbush toka. Pra ka një simbolik që do thotë që këta 70 po dërgohen, është një simbolik për të mbuluar, për të dërguar ungjillin tek gjithë kombet që përfaqësojnë, pra nga 70 kombet që përmenden emrat atje. Dikush tjetër thotë që ka një simbolik gjithashtu për 70 persona që Mojsiu thirri, mani me në 70 pleq që Mojsiu i thirri për të ndihmuar, për të këshilluar, për të ndarë përgjegjësinë dhe barret bashkë me të, dhe shohim të numrat 11 atë, apo edhe 70 antarët e Sinedrit, këshillit lart hebre, Sinedrit gjykatës lartë apo këshillit lartë hebre. Gjithsesi versioni më i mundshëm simbolikës është ai i pari, pra përfaqësimi i kombeve, por gjithsesi ky numër i madh i dishepujve, tregon zemrën e dhëmshur të Jezusit për të humbur dhe për të arritur njerëzit që akoma nuk kanë ardhur në besim dhe në shpëtim. Dhe u thot atyre, vini re çfarë thot. E korra apo të korrat janë të mëdha, korra është e madhe, kurse punëtorët janë pak. Pra ka shumë punë, ka shumë njerëz që duhet ta dëgjojnë ungjillin, dhe punëtor ka pak për të mbuluar në këtë nevojë të madhe. Fushë e madhe e misionit. Pra është një fushë e madhe e misionit dhe një mungesë e madhe punëtorësh. Vini re, në dy ekstrem, pra këne është një fushë e madhe e misionit dhe është një mungesë e madhe punëtorësh. 20 shekuj kanë kaluar dhe situata nuk ka ndryshuar. Ka shumë njerëz akoma që kanë nevojë për të dëgjuar ungjillin. Dhe ka pak njerëz që janë të gatshëm për të shkuar dhe për të shpallur ungjillin. Çfarë bëjmë? Çfarë bëjmë atëherë? Kujt i drejtohna apo të ankohna
për mënyrën e madhe, për sasinë e madhe të njerëzve që nuk e kanë dëgjuar Ungjillin dhe nuk janë kthyer, apo për punëtorët që janë pak, të ankohna njerëzve që janë shumë që s'kanë dëgjuar Ungjillin, apo të ankohna apo drejtohna njerëzve të pakët që janë duke predikuar apo shkuar në mision. Jo, pasazhi na thotë, Jezusi thotë lutuni kuj? Lutuni Zotit të korrave. Zotit të korrave që dërgoi punëtor në të korrat ti. Vini re, e kuj është e korra? E kuj është? E Zotit. Ngaherë në teologjitë e gabuar ndëgjojmë që kur e korra apo bota i përket djallit dhe tash ne duhet të bëjmë çfarë t'ia marrim i përket i kuj është? I kuj i përket e korra? Kuj duhet i lutemi për këtë? Zotit të korrave që dërgoi punëtor në të korrat e ti, të kujtja në korrat e ti, jo të dikuj tjetër. Dërsa dishepujt duhet luten për veten, për mëshirë, për përkushtim, edhe ne gjithashtu duhet lutemi jo vetëm për veten tonë, si shtam herën tjetër, për një zemër më të dëmshëm, për qëndrueshmëri me radhë, por të lutemi Zotit gjithashtu për të korra, për punëtor në të korrat e ti. Është një detyrë jona vëllezër motra që të lutemi Zotit për më shumë punëtor. Dhe ne në fakt gishën tonë fatkeqësisht nuk e bëjmë. Ne vijmë tetën për të lutur, shumë pak rrallë, nuk e di ndonjëherë që mund të jemi lutur shumë pak herë për misionin apo për veten tonë apo për punëtor. Por është një urdhër, është një kërkesë që Jezusi thotë lutuni Zotit të korrave që dërgoi punëtor në të korrat e tij. Por mbani mend kujt duhet i lutemi atij, i lutemi Zotit të korrave. Vëllezër motra, kur ne shkojmë për ndarë Ungjillin, ne nuk ju lutemi njerëzve. Ne u bëjmë thirrje njerëzve të vinë te Perëndia. Është një gjë e ndryshme. Është një gjë që thirrja apo paralajmërimi apo predikimi i Ungjillit dhe lutja. Ne nuk ju lutemi njerëzve që të vinë te Zoti apo që të ndryshojnë, sepse njeriu nuk mund ta ndryshojë zemrën apo mendjen apo qëndrimin e tij. Ne u bëjmë thirrje njerëzve të pendohen dhe të besojnë, por i lutemi Perëndis që t'i sjell ata në pendim dhe në besim. Vëllezër motra, gjithë ne mund të bëjmë diçka për misionin, diçka mund të bëjmë. Ndoshta jo të gjithë ne mund të bëjmë misionar me kohë plot. Ndoshta jo të gjithë mund të japim shumë më të mëdha për kishën edhe për misionin. Por gjithë mund të bëjmë këtë që kërkon Jezusi, gjithë mund të lutemi. Dhe ky është mëkati jon. Që nuk lutemi, këtë që nuk mund ta bëjmë. Që ose unë do të vijmë ty kërkonim, shkon mision dhe thon po ndoshta s'mundem, si kam mundi ndoshta Zoti ka thirrë, nuk mund të bëjmë barë mbi ty për këtë. Ndoshta për të dhënë. Ndoshta thu po aq s'kam, edhe nuk mund të shtrëngojmë për këtë. Mëkati jon nuk qëndron në këto. Mëkati jon në këtë pikë mund të qenë sepse ne nuk lutemi. Nuk kemi zemër, nuk kemi pasion, nuk i kërkojmë Perëndis, nuk lutemi që ai të ngrej punëtorë, dërgoj punëtorë në të korrat e tij. E këtë mund ta bëjmë gjithë ne. Sepse vetëm Perëndia, shiko, dikush mund ta trajnojnë, një agjenci apo një organizatë apo një kish mund ta trajnojë, një pastor mund ta trajnojë dikën për ta bërë gati për mision. Një kish mund ta mbështesë apo suportojë apo dërgojë një person mision. Por vetëm Perëndia mund të ngrejë zemra, mund të përgatisë zemra të vërteta dhe punëtorë të vërtetë që të punojnë për korrat e tij, e të japin zemrën, jetën për të fituar shpirtra për Perëndin. Vetëm Perëndia mund ta bëjë këtë. Në pjesën e dytë, në vargjet 3 deri në 11, mund të shohim pak për si duhet veprojë apo taktikat apo instruksionet se si duhet jetë ta dishepujt që janë në mision. Si në rastin e dërgimit të 12 dishepujve, ai jep instruksione të qarta për dishepujt e tij gjatë misionit. Në atë kontekst ato janë të duhura dhe pastaj shikoj, nuk është gjithçka, këtu nuk është një pasqyrim i gjithçkajet për misionin, jemi në kontekstin mes dy dhjatave. Dhe dërgimi i Jezusi akoma nuk është shkuar në kryq, nuk është ringjallur akoma, nuk është ndërtuar kisha, akoma s'ka zbritur Shpirti i Shenjtë. Shohim tek veprat e apostujve, pastaj misionin,
instruksione të tjera më të qarta, por në këtë kontekst, por gjithsesi ne mund të nxjerrim parime të vlefshme për ne sot gjithashtu. Parime të vlefshme për ne gjithashtu. Misionari e para është që duhet përballet dhe gjithë ne, apo ata do që dërgohen, apo që kanë dëshirë të bëjnë dishepuj, duhet përballet me rreziqe. Vini e çfarë thotë? Po ju dërgoj si delet mes ujqërve. Do t'ju trajtoj një mirë. Dhe në fakt, kur ne kemi studiuar veprat e apostujve dhe shohim tek veprat e apostujve për dishepujt që dishepujt pali vetë dhe dishepujt e tjerë dhe herën e fundit kemi pasur që u trajtuan, i kanë trajtuar vazhdimisht keq, duke i rrahur, duke i përndjekur, duke i futur në burg, duke i vrarë Stefanin. Sepse në një farë mënyrë dishepulli që dërgohet dhe shkon në mision është në kuptimin praktik të sjelljes mëkatare të kësaj bote mëkatare. Por nga ana tjetër, në providencën e Perëndisë është në dorën e Perëndisë së shenjtë që e ka dërguar, që do jetë gjithmonë me të, i fortë dhe trim, apo lexuam sot gjithashtu. Ata do të përballen me mungesa. Pra vini rreziqet, kur je në një rrezik në dorë të botës në një farë mënyrë, mbështetja dhe besimi dhe mbështetja është vetëm tek kush, vetëm tek Perëndia. Ata do të përballen gjithashtu me mungesa. Duhet vareshin vetëm tek Zoti, për shkak të urgjencës, ata s'do të merrnin vini re. Është një mision urgjent, për shkuar përpara, Jezusi do t'i pas shkoj pra atyre. Vini re urgjenca e tyre thotë mos merrni as kulet, pra as lek me vete për të bler diçka, as trast, as sandale, as mos përshëndesni njerëz në rrugë. Tani kur lexon këtë mos përshëndesni kërkën, mos i flisni kërkuj, thotë, po tash jetu më dërguar në mision për më ndau ngjin, i thotë mos i fal kërkuj. Duhet më fal dikuj për çfarë po thotë këtu, e ka fjalën gjatë rrugës. Për shkak se është urgjente, për shkak se është imediate, për shkak se duhet të fokusohemi tek predikimi i Ungjillit. Kjo s'do të thotë që të jemi të pasjellshëm. Por në mënyrë figurative, po thotë që s'ka kohë, çfarë po thotë, është s'ka kohë për muhabet kot. Kur thotë mos i floti pra, është të kalon një orë ti të shkon në mision, kalon një orë çabon, si ka thotë, a pave indri mram si u ndan, dyshnish. Ku ti ai futi muhabet edhe harron për çfarë nis. Mos u nal, mos e kthe kryt anash mbrapa me fol me njerëzit, je i fokusuar për të shkuar për të ndarë Ungjillin. Mos harxho kohë me fjalë kote, me Big Brotherin, me dashurinë, me thashatheme. Qa bani ky, qa ngjove, qa bani ky, apo me si u sjell ky te kisha, apo me si qa bani ai. Vëllezër motra, ne harxojmë shumë kohë pa nevojshme. Duke folur me njerëz për gjëra që nuk ju duhen, që s'na duhen as ne, që humb muhabete kot. S'ka kohë për të humbur, nuk ka kohë për mirësjellje, le të themi të parëndësishme këtu. S'ka kohë për veshje për mbathje. Hajtë shkojmë për pazare, hajtë bëjmë këtë, për fjalë kota. Misionari duhet jetë i kthjellët, që të mos e lejoj botën, që t'ja marrë kohën dhe fokusin për të përqendrohet në punën e Ungjillit. Kjo është çfarë po thotë. Misionari nuk duhet ta lejë botën, që t'ja marrë vëmendjen, të kthej kokën, t'ja marrë fokusin për të përqendrohet në thirrjen e predikimit të Ungjillit. Këtë ka fjalën. Do të jap një shembull për këtë, një shembull është si gallat për të kuptuar ju që jetoni afër detit apo lumenjve apo kështu, nëse keni pa ndonjëherë peshkatar. Pak në zonën teme është kjo ndoshta e kanë marrë nga kjo pjesë, nuk e di, por ne kena një peshkatar ka vdek, një peshkatar i vjetër, keni pasur që shkonte gjuante peshkat, jetë Cani. Edhe peshkatarët sepse edhe dishepujt janë, Jezusi i ka thirrë, ka thënë hajde ne do ju bëj peshkatar njerëzish. E keni parasysh po e lidhë me këtë pra. Tani peshkatarët, nëse keni takuar në peshgurnistët me gjujt peshk, nuk i flet kurkuj. A e dini këtë? Nuk e dini, atë jam thënë. Shikoni kur shkon lezh anda një kështu. Peshkatari niset me kalimerën apo me rrjet ata me diçka, dhe nuk i flet as kurkuj në rrugë, as kur shkon përpara. Pra duket si tarzlik ose pra diku sigurisht i prish, pra do të thotë që nëse je nis për peshk dhe nalesh edhe flet me njërin e fitën e tij, humb fokusin dhe pastaj nuk do të prihet marr, nuk do kesh sukses, pra si bestutni. Pra nuk do të kesh shumë sukses në peshkim.
Dhe peshkatari ecë vetëm drejt, nuk i flet kërkuj, duket si budall kur shkon për peshk. Edhe ne e dim, ne që jemi aty jetuar, pra që edhe e dim se edhe nuk duhet më i fol, as duhet më i bë pyetje. Edhe nëse i bën pyetje nuk përgjigjet. E vetmja fjalë që i themi peshkatarit kur është nis për peshk, pra për mos më shpërqendruar me elan me shku te peshkimi, me majt fokusin atje, i themi çellosh apo zën shpesh shumë çellosh, është e kap shpeshun, kap pesh shumë. Por kur është duke i për peshk dhe e dim, pra ata peshkatarë çani është me rrjet, nuk do hahet sa është ora, si kalove sot, nuk do i fal peshk, mi thon çellosh. Vllai nuk të flet as nuk thën përgjigje. Sepse është drejtuar për shkuar te peshkimi. Pyes një familjarë tuaj, ju që jeni nga Lezhë, nga Shkodra, do e dalloni që kjo është e vërtetë. Pra s'ka muhabet kot. Jesh i fokusuar, je nisur për të zënë peshk, je nisur për peshkim, je nisur për të fituar shpirtra për njerëzit. Shpirtra njerëzve, s'ke kohë për të kthyer anash, majtas të djathtas për marr për muhabet e koti. Riley thot, le t'i tregojmë botës se nuk kemi kohë për mënyrën e tyre të jetesës. Pra bota do më nale, bane këtë a ble, veç një asheti, ta ble, a shkoj për pushime, a more këtë, a more ata, me ta zanë kohën me gjithë shka. Ali thot, le t'i tregojmë botës se nuk kemi kohë për mënyrën e tyre të jetesës. Le t'u tregojmë se e kemi jetën shumë të çmuar, nuk e harxojmë me marrina, e kemi jetën shumë të çmuar për ta kaluar në përgosti apo kënaqësi të vazhdueshme. Të mos sillemi, s'duhet sillemi, mos sillemi sikur mos kishte vdekje. Pa sikur jeta vazhdon për jetë, dikush do vdes nesër, s'ka ngjyrë në gjillin. Mos sillemi sikur nuk ka vdekje, sikur nuk ka gjykim, apo sikur nuk ka jetë pas kësaj jete. E s'kemi kohë të merrna me këtë punë. Por t'i tregojmë ungjillin atyre që akoma nuk e kanë dëgjuar, këtë është duke thënë. Pesa dhe gjashta, ose jo hallakatje, jo sjellja anej këtej. Thot qëndro aty ku mirëpritesh. Investo aty ku duhet, apo aty ku Zoti po punon. Shkojni në shtëpi dhe shpallni paqe, tregoni paqe. Tregoni atyre që kemi ardhur për të dhënë mesazhin e paqes, mesazhin e faljes nga Perëndia. Dhe nësa në atë shtëpi do të ketë njerëz të përgatitur nga Perëndia për shpëtim dhe e mirëpresin paqen tuaj, hyni aty dhe ata do ta marrin paqen që ju shpallni. Nëse ata e refuzojnë dhe janë cinik, largohu dhe mos e lër paqen aty. Ne nuk mund t'ja imponojmë dikujt paqen dhe faljen e Perëndisë. Nëse nuk e don paqen, s'do ta marr. Dhuratat e Zotit nuk janë magji, nuk e japim shkojmë në hym ty dhe i them ja kalojmë në paqen, kur ai nuk don me u paqëtu me Perëndin. Nuk është diçka magjike. Nëse dikush nuk e vlerëson, nuk i jep vëmendje, nuk e ka për zemër, Perëndia nuk ka vepruar në zemrën e tij. Dhe se don Perëndin në zemrën e tij për shkak të mëkatit të tij. Dhe forcisë zemrës së tij. Nuk do ta marr. 78, një tjetër cilësi, apo një mënyrë, apo një veprim nga dishepujt në mision është të pasurit e një fryme thjesht, ngjoni këtë se kemi nevojë shumë sikish për këtë. Për të pasur një frymë thjesht dhe të kënaqur. Për të kënaqur. Çfarë thot atje? Rrini në atë shtëpi që do shkonin, nëse ju mirëpret ajo shtëpia, nëse shkoni në shtëpi dhe ju mirëpret ajo personat aty, sepse ti je duke shkuar për personat që janë në shtëpi, jo për shtëpinë vet. Se mund shkosh te shtëpia parë mirëpresin ata, po shtëpia është e keqe. S'ka kushte të mira. Dhe përballë shtëpisë tjetër është i vil. Ti nuk je shkuar për shtëpinë. Ke shkuar për njerëzit që janë brenda shtëpisë. Që nuk është puna me shkuti nga një shtëpi në kuptimin për me përmirësu kushtet tua të jetesës. Në atë shtëpi ku do të hyni që ju mirëpresin paqe, është e fryqme, në atë shtëpi rrini. Pavarësisht se janë kushtet e shtëpisë. Hani e pini, pra çfarë t'ju japin për të ngrënë, për të pirë. Ha e pi çfarë të ofroj. Jo nga një shtëpi tjetër, jo hallakatje. Tani vëllezër, motra, unë mendoj që ne duhet rritemi këtë.
Unë mendoj që duhet rritemi secili prej nesh për të pasur një zemër më të kënaqur, për të rahatuar më kollaj me gjanat. Ne s'kemi shkuar shumë në mision kështu për të ankuar, por ne kemi shkuar si kish një herë për qef. Ma i mend që kemi shkuar këtë verë, apo verën tjetër, apo në konferenca në kamp. Veç që mund e di çfarë heqi në kamp dhe në konferenca me rahatshmërinë tuaj në për konferenca. E di që jeni duke qeshur, por është për turpin ton kjo, për turpin e gjithë, se nuk jena në mision, ne kemi shkuar në kamp për qef, në hotel. Kur ushqimi është gati edhe aty ku shkojmë ne, në fakt ne ham atje më mirë se çajmë në shtëpiat tona. Dhomat shumë prej nesh janë më të mira se dhomat në shtëpiat tona, me kondicionet me gjërat tona. Dhe shumica prej nesh ka ankesa, pse ushqimi kështu, jo i nxehtë, jo i ftohtë, jo shumë jo pak, jo i pjekur një po pjekur pra, jo dush, jo kondicioner, jo kjo, jo, dhe më shumë e merr fokusin dhe gjithë kohën ankesa dhe pak nejësia për qef, jo për mision. Da duhet ta hetojmë zemrën tonë, që të mësojmë të rahatohemi, e të kënaqemi, e të jemi mirënjohës, e bekues për ato që Perëndia na jep, që janë e pameritume. Imagjinoj një person që është i pakënaqur 2 ditë në konferencë në hotel me gjitha kushtet, që në rënd dhomën 2 herë, 4 herë, çfarë do të bënte nëse do të ishte në mision në një vend humbur, në çadër apo një shtëpi të keqe apo diçka tjetër. Jo një frymë pa kënaqur, ankuesi, krahasues, pse unë se kam kështu, ai e ka kështu. Ata do të shkojnë në qytete pagane, vini re, sepse janë duke shkuar në qytete pagane, në Samarinë, vende pagane. Hani çfarë t'ju vend përpara. Ata janë hebrejnë dhe ka një kod për çfarë do të hanë, kanë ca ushqime që nuk hanë, kanë ca ushqime që hahen për hebrejnë. Kur i tu ik në mision nuk e ka të me havet, let hapim formulari atë listën e ushqimeve tona të preferuara. Çfarë bën alergji, kjo sa kalori ka, jo kjo më shnosh, jo kjo më dobëson, kjo më jep pak stres, kjo më jep pak kështu, kjo më bën pak kështu. Je në mision, je atje për njerëzit, je atje për ungjillin, je atje për fituar zemra njerëzish. Ndoshta të ofrojnë një ushqim a një gjë që është i papastër, i papëlqyeshëm për ty. Mësoj ju më kënaq. Sepse je misionar. Nuk je turist. Je duke kërkuar për fituar zemra njerëz të humbur, jo për të kënaqur veten, për fituar shpirta të tjerë, jo për të kënaqur shpirtin tënd. Ai që dërgohet i dishepull i vërtet nuk është një turist, është një misionar. E fatkeqësisht na kanë ardhur misionar edhe në Shqipëri. Na cirkullojnë misionar në Shqipëri që në fakt për të keqen e kishës, ku flas jo të kishës tonë, për të kishës shqiptare, janë më shumë turistë se sa misionarë. Janë më shumë turistë se sa misionarë. Shërbeni të tjerëve, vinjeri thot, keni shku për shërbyer, shërbeni, shëroni, predikoni, hyni një shtëpi. Kërkoni çfarë mund të ndihmoni, nëse ngrihet i Zoti i shtëpisë së saj, pastaj ço pastra me të, jo ti të pa televizor me pult, ajo të shërbëj ty. As dikush i smur, shërojen, nëse mund ta shërosh. Ne nuk jemi mrekullibërës, por e kam fjalën këtu, ishin si do reagojnë? Si do reagojnë ata? Do kenë reagime të ndryshme. Do kenë reagime të ndryshme. Disa do të besojnë, do t'ju mirëpresin. Disa nuk do t'ju mirëpresin, disa tjerë do të refuzojnë. E kur dilni nga ai qytet, ata pra që ju refuzojnë, thot Jezusi, paralajmërojeni. Paralajmërojeni. Pjesë e dërgimit, pjesë e ungjillizimit, vëllezër motra, ne duhet të mësojmë të ungjillizojmë. Tani unë kam frikë kur them këtu mësojmë ungjillizoj, e flas tani për paralajmërimin se del na njëri e kapa dhe e bombardon me paralajmërim, po kam fjalën, ka një anë gjithmonë më shkojmë në ekstreme. Shkojmë bëjmë ungjillizim, e kam dëgjuar shpesh edhe shkojmë bëjmë ungjillizim ku më shkojmë bëj vajza dhe bëjmë ungjillizim. Çfarë bëhet ungjillizim e pyetëm? Po i treguam, kisha është në orën 5. Lidhem me një grup i mirë, mbas kishës pim kafe, pastaj folëm për Big Brotherin.
Ose Perëndia është i dashur, Perëndia don ka vdek për ty, edhe shumë mira, i don shumë, hajde në kish. Janë gjëra të mira. Janë gjëra të mira. Por të ndashun gjillin ka pjesën pozitive të saj, ka pjesën anën pozitive. Ti thuash dikush nëse beson Jezu Krishtin, ka falje, ka jetë në përjetshme, ka gjithçka anën pozitive. Por nga ana tjetër duhet ta dinë, duhet paralajmërohen për anën negative nëse ata refuzojnë Jezu Krishtin. Ne shpesh nuk kena qejf me fol për këtë, se kena frikë na ofendohen, na mërziten. Jezusi thot, kur deni prej aty, duhet i paralajmëroni, ti tregoni çfarë ndodh me ata nëse refuzojnë Jezusin. Ç'a thot? Shkundja pluhurit e kanë predikuar edhe nanta kur kanë shkuar 12 nuk duhet ta përsëris, por simbolizon pra kur hebrejt kalonin në një territor jo hebre, i qunin papastër, merrin pak pluhur apo pak rër, edhe kur vinin për të hyrë në territorin hebre për mos ta ndotur me pluhurin jo hebrej, shkundin kamët Milan jashtë kufinit. Se mendojnë që këta janë populli i Perëndis. Ky thotë që ti shkuni pluhurin e kam, do thotë që kur ai dikush e refuzon fjalën e Perëndis, Perëndin vet. Ai është duke e shkundur veten, shkundi sepse ai nuk i përket popullit Perëndis. E ka përjashtuar veten nga qendur pjesë e popullit Perëndis. Të refuzosh faljen e Krishtit është të mirëpresësh gjë e këtë. Të refuzosh faljen, ana pozitive unë gjithë është nëse beson Krishtin, e merr Krishtin me besim ke faljen e mëkateve. Ana negative e tij është nëse refuzon Krishtin, je duke pranuar apo duke mirëpritur zemrimin e drejtë Perëndis mbi ty. Zemrimin e drejtë Perëndis me ty. Njështëta thot, mbretëria ju afrua juve. Mbretëria e Perëndis tek vargu 11 ju afrua, është afruar juve. Por nuk e refuzoni. Çfarë është mesazhi? Por unë po ju them, thot Jezusi, vinjere 12, por unë po ju them, vinjere, thot ai, çfarë duhet thot? Nuk thot vetëm edhe anën negative ose paralajmëruese, por unë po ju them, thot Jezusi, se atë ditë për Sodomën edhe për Gomorrën do të jetë më lehtë se për atë qytet, për ata që refuzojnë Jezu Krishtin. Sot është dita e faljes. Sot është koha e faljes. Krishti në ardhmën e parë ti, folëm edhe herën tjetër, nuk ka ardhur për të gjykuar, për të dënuar, për të zbritur zjarr nga qielli, siç kërkoi Gjoni e Jakobi herën tjetër. Në ardhmën e tij ai ofron falje, por kush refuzon mëshirën dhe faljen e tij, do të përballet me gjykimin dhe me zemrimin e Perëndis. Ai po mirëpret pra ndryshe gjykim. Dëgjoje këtë. Nëse unë them sot, do t'ju pyesja, a do të doje, e dini historinë e Sodomës dhe Gomorrës, besoj. Historinë e Sodomës dhe Gomorrës ishin dy qytete, atje afër në Kanaan, që ishin shumë të shthurura. Jetonte Loti atje, nipi Abrahamit, me gruan e Lotit që ktheu kryt edhe u ngrini u bë statujraret. Ishin aq imoral sa Perëndia u zëmru me ta edhe dërgoi zjarr edhe squfur dhe e shkatroi atë vend. Pra imagjinojeni tani nëse mund të imagjinoni të hyni ti një pjesë e Sodomës dhe Gomorrës, je si familje, je me djalin tan, je me vajzën tan, je me fëmijën, je me nanën, je me motrën. Edhe lamsha topa zjarri, squfuri, si me të fut në furrë zjarrit, bien përmbi ju, shef djalin duke të përvluar fëmijën vetën tane. Zjarri squfur dhe kurkush, asnjë nuk shpëtoi nga Sodoma dhe Gomorra përveç Lotit. Përveç. Ta nëse do të them, a do doje ti ishe ti ta përjetoje, apo a do doje një afërm dikush, apo armiku jot. Se ne thim kur është një gjë e keqe do të mos i raft as armiku, themi pra. As që keq është një gjë që as armikut, as shkjautemi ne mos i raft ajo e keqe. A do doje që ti ishe pjesë e Sodomës dhe Gomorrës në atë moment, në atë çast gjykimit, apo dikush i afërm jot? Patjetër që i do thuj jo, kjo është gjëja më e mirë, kush do donte. Do të thonë që jo nuk do doja, nuk do t'ja uroja kur këtë. E ke gabim. E ke gabim, Jezusi thot ndryshe. Jezusi thot, me siguri që do të thoje jo, por fjala e Perëndis dhe Zoti ka drejt kur thot, nëse do të shkosh drejt ditës gjykimit, gjë e këtë. Nëse dikush
një prej nesh, unë atia dikush, do të shkonte drejt ditës gjykimit, i pa penduar, gjojnë këtë më mirë, i pa penduar, e i pa mbuluar me mburojen, me zgjakun e Jezu Krishtit, që vdis që të marrin zemrimin e drejt Perëndis në vendin tënd, ti do të uroje vetes, do t'i uroje vetes. Do t'i uroje vetes ma mirë t'isha pjesë e Sodomës së Gomorrës se në atë ditë kur bir zemrimi i Perëndis mbi ty. Thot ata në qytete që i refuzojnë Jezu Krishtin, thot, do t'i uronin vetes. Thot, ma mirë, thot, do trajtohej Gomorra ditë, ma me hirë, ma me dashamirësi. Ashtë trajtu Gomorra dhe Sodoma dhe Gomorra, do t'i uroje vetes ma mirë t'isha atje. Sepse ma i lehtë do t'jetë, dhe ka për të qenë për ata gjykimi dhe dënimi pra, për Sodoma dhe Gomorrën, se sa për ata që e refuzojnë birin e dashur Perëndis që ofrua të merrte këtë gjykim për ne. Këtë gjykim për ne. Pse për këta qytete? Pse për ne sot? Për ne, për kontekstin tonë. Sepse këta qytete, vini re atje Korizani dhe Betsaida dhe ne, kanë dëgjuar shumë për Jezusin. Arsi Sproul thot, aq më i madh ndriçimi, apo dija që Perëndia, apo zbulesa që Perëndia tjetë, aq më i rënd gjykimi. Prandaj thot atje mirë ti Korizan dhe Betsaida, pse mirë? Sepse te këti janë shfaqur mrekulli, Jezusi ka qenë atje, ka bërë mrekulli, e ke mirë pa, e ke mirë dalluar ti se kush është Jezusi dhe prapë refuzon. Dhe ne e kemi mirë dëgjuar. Sepse po të bashin mrekulli, thot në Sidon apo në Tiro, që janë në veri dhe janë pagan, ata do të ishin penduar, thot, me thesë me hi. Me thesë me hi. Apo ti Kapernaum, i Galiles. Në Kapernaum, Galiles, Jezusi kaloi shumë kohë. Në fakt, ai njihej si qyteti i tij. Mateu 9:1 thot ai ishte qyteti i tij, e kemi predikuar, ishte njihej si qyteti i Jezusit, ku kaloi më shumë kohë. Më shumë kohë duke bërë mrekulli dhe predikuar, Jezusi ka kaluar në Kapernaum. Dhe ti o Kapernaum thot që e ngren veten apo që kanë ngritur në qiell do të zbresësh në ferr. Këtu qielli dhe ferri apo Hades janë përdorur për lartësinë e lavdisë dhe thellësinë e degradimit. Mirë ai që e ngrej apo e mbështetet tek vetja. Riley thot, të ruhemi nga mosbesimi. Vini nga herë të refuzosh apo thjesht mos ta besosh Jezusin. Të ruhemi nga mosbesimi. Nuk janë vetëm mëkatet e mëdha, shturja që e shkatërrojnë shpirtin. Mjafton të rrim pasiv. Mjafton të rrim pasiv dhe të mos bëjmë gjë kur na ofrohet falja dhe mëshira e Krishtit dhe të refuzojmë. Sepse një ditë të gjendemi në fund gropës. Misionari, ne vëllezër e motra, kur predikojmë Ungjillin, duhet ta tregojmë ata të plot. Çfarë përfitojnë e marrin gjithë ata që i besojnë Jezu Krishtit. Por ata duhet të jenë të qartë që mos kenë një sigë, mos thojë ditë se kam ditë, se mirë fort e kanë ditë, që kushdo që refuzon Jezu Krishtin, Sodoma e Gomorra, atë ditë do kenë më të lehtë se sa kur gjykimi i Perëndis të bjerë mbi ata që kanë refuzuar Krishtin që ofrua për të vdekur në vendin e tyre. Por gjithashtu për misionarin dhe për ata që dërgohet ka një privilegj. Ka një kënaqësi dhe një privilegj për shërbesën e atij që gjendet besnik dhe e predikon Ungjillin. Sepse ky person përfaqëson Krishtin, vini re atje vargu në 16 përfaqëson Krishtin, ashtu siç Krishti përfaqëson Atin, kush pranon atë pranon Krishtin, dhe kush pranon Krishtin pranon Atin, e të njëjtën gjatë kundër kush e refuzon predikimin e Ungjillit, refuzon drejt për drejt Krishtin, refuzon drejt për drejt atë që e ka dërguar. Vëllezër motra,
gjoni këtë. Perëndia nuk ka nevojë për ne. Ne kemi nevojë për të. Në këtë mes, në këtë mision, në këtë thirrje, nuk është Perëndia që ka nevojë për ne. Se ndryshe do të thotë, le të lutet Perëndia neve që shkojmë. Thot luteni ju Zotit korrave të dërgoj punëtor. Nuk thot do lutet Perëndia vetësi, ju lutem shkoni ju. Në këtë bashk rendim, bashkëpunim, sinergjizëm për misionin, nuk është Perëndia që ka nevojë për ne, jemi ne që kemi nevojë për Perëndinë. Ai mund ta shkruajë Ungjillin, ai mund t'i predikojë dhe mund t'i arrijë njerëzit edhe pa ty, edhe pa mua. Ai mund ta shkruajë Ungjillin në re, në qiell, me gishtin e tij. Ashtu si shkruajti 10 urdhrimet në gur me gishtin e tij. Me gishtin e tij. Por ai ka zgjedhur ta bëjë këtë me ne. E përmes nesh. Kjo s'do të thotë që të bësh diçka me dikën, apo mes dikujt, kjo s'do të thotë që ke nevojë për të, por kjo është privilegj për ne, është privilegj për ata që ka zgjedhur ta bëjë bashkë me ta punën e tij. Të dërgohemi, të përfshihemi në përmbushjen e qëllimit Perëndis që të fitojmë shpirtra, është një nga privilegjet më të mëdha që Perëndia na jep ne si popull i tij, vëllezër motra. Ngjoj këtë. Nuk e di për çfarë lutesh ti, nuk e di për çfarë po lutesh ti. Burr, grua, shtëpi, makinë, punë, lek, ku diun ku ke menjen. Por ndash me pas një privilegj jashtëzakonisht të madh. Është që Perëndia të përfshih ty në qëllimin më të lartë ti, të bëj pjesë për të fituar shpirtra, për të fituar një popull për të, shpirtrat për të cilët ai vdiq. Kjo është privilegji më i madh që Perëndia mund t'i jap dikujt. Dhurata më e madhe që Perëndia mund t'i jap dikujt. Ai mund ta bante vetë. Pra ai vendosi, ai zgjodhi ta bante me ne, që t'na jap ne këtë privilegj. Kur refuzohemi, vëlla motër, ndaj Ungjillin. Lutu për veten, lutu që të ndash Ungjillin, predikosh Ungjillin, ndoshta të shkosh në mision për Ungjillin. Mos u dekurajo. Nëse edhe refuzohesh, mos e merr personale. Janë dy gjëra që s'duhet i marrësh tu personalisht. Nuk duhet ta marrësh fare personale kur refuzohesh, se nuk e kanë me ty, janë të refuzuar Krishtin dhe përmes tij Perëndin. Gjithashtu, mos e merr personale kur më i pritesh. Por jemi njohës Perëndisë, se ti mund të mburresh pra, shef kush jam unë, dhe mund ta marrësh personale edhe mikpritin apo frytshmërinë. Nuk është për te. Nuk është për ty. I takon Perëndisë. Se nuk po refuzohesh ti, as nuk po pranohesh ti. E s'ke për çat mburresh. E për ta mbyllur, kjo është fjalia e fundit. Lumë ata që shpëtojnë prej Krishtit. Lumë ata shpirtra që janë mbuluar me gjakun e Krishtit. Lumë ata shpirtra për cilët Krishti vdiq e zemrimi i Perëndisë që ra mbi Krishtin e jo mbi ata të cilët i shpëtoi. Por gjithashtu lumë ata shpirtra të sjellur në besim që përdoren prej tij për shpëtuar e për fituar shpirtra të tjerë. Dy herë lumë. Lumë ata që janë shpëtuar prej Krishtit, shpirti i tyre është shpëtuar prej Krishtit, është mbuluar me gjakun e tij, e lumë ata që Perëndia i përdor për fituar shpirtra të tjerë për të. Amen. Le të lutemi bashkë. O Atë, falënderojmë për këtë pasazh të mrekullueshëm. Falënderit për fjalën tënde, falënderit për shpirtin tënd shenjtë. Falënderit për shpëtimin që ti e fiton vetë përmes Krishtit edhe përmes shpirtit tënd shenjtë që i rilind shpirtat i sjell ata në pendim dhe në besim. Na ndihmo Zot, na kthjello Zot. Na ndërgjezo shpirtin ton për nevojën e madhe që ka ky vend, kjo botë, për predikimin e Ungjillit tënd. Na ndihmo Zot, lutemi më shumë në veçanti, të lutemi ty që të dërgosh punëtor në të korrët tua. Nëse don ti o Zot, na përfshi ne.
Ngrenë mesin tonë, thirr burra dhe gra, që janë gati t'javin gjithë shka, t'lanë gjithë shka për ty. Faleminderit për gjithë shka ke ba për ne. Faleminderit që ke marrë ti zemrimin e drejtë për endis në vendin tonë. Jo vetëm na ke shpëtuar, na ke ba bi, por na ke ba gjithashtu bashkëpunëtor në të korrat e tua. Falenderojmë ty shumë. Në emrin e shmuar të Krishtit, lutemi. Amen.